në rast se ligji i sportit përmirësohet, se tashmë nuk funksionon, e kanë treguar kaq shumë vite që nuk funksionon. Gjithë secili sigurisht do bëj punën e tij dhe menjëherë do ndryshoj gjithçka. Kjo është e padiskutueshme. Por nuk e di arsyen konkrete pse nuk e kanë vëmendjen te ligji i sportit, por e kanë më shumë te kompanitë e basteve. Ne ndjekim shembullin e vendeve të zhvilluara, kudo në të gjitha drejtimet e tjera, flas si biznes ose në mënyrën e menaxhimit të qytetit, por në lidhje me sportin nuk e ndjekim shembullin e vendeve të zhvilluara. Pra në vendet e zhvilluara nuk e kanë bërë kompanitë e basteve sportin, por e ka bërë ligji i sportit. Presidenti i Komitetit Olimpik sigurisht e ka fokusin me çfarë kemi vënë re tek kompanitë e basteve dhe jemi në pritje të zgjidhjes së situatës në lidhje me këto drejtime. Por që unë mendoj që edhe nëse rikthehen kompanitë e basteve, asgjë nuk do ndodhi në lidhje me ciklizmin në Shqipëri.